Lidhje direkte kemi mikun e emisionit ton, Ron Kastrati, psikolog. Knasitët jesh me ne, Roni. Knasi për edhe me ju, Roni, falinderit. Fakt, në aspektin psikologjik, Ron, si vije deri tek një vendim i tillë, si ka zemër, pra si ka shpirt një prind, një nën, braktis fëmijën e tij. Apo rrethana të tjera janë aq të rënda sa që nuk vjet në pa më emocioni. Sigurisht, ne dim që i gjithë jeta është psikologji, por jeta e imponon njeriu që domosdoshmërisht ta ruaj qëndrueshmërinë psikologjike. Dhe unë kam bindjen që fëmijët nuk kanë nevojë për prindër perfekt, por kanë nevojë për prindër që janë të qëndrueshëm emocionalisht. Dhe në anën tjetër, ju thatë shumë mirë, dhe tashmëritë e krijuara, faktorët socioekonomik, por ndërkohë edhe shëndeti mendor, mirë menaxhimi i rastit, përgjegjësitë institucionale. Këtë rast nuk duhet ta shohim vetëm si individ, por ndoshta mund ta shohim edhe si reflektim i sistemit. Se si është proceduar, çfarë masa e ndërmarr. Nuk mund të themi që është vetëm një shkak, dhe t'ja veshim atij shkaku peshën më të madhe të fajit. Ideja është që reduktojmë edhe për pasojat që mund vinë, sepse kur ne i reduktojmë pasojat, a imagjinoni dot se çfarë traumash mund ketë përjetuar ai fëmijë dhe në çfarë sfidash mund përballoj gjithë këtë situatë kritike? E aq më keq akoma kur në Kosovë këto raste po shfaqen ditë për ditë. Dhe një gjë përfund, që të jeni në dijeni se psikologjia e fëmijës kërkon bazë sigurie nga prindëri. E kur prindi nuk e ofron këtë bazë sigurie, kjo marrëdhënie me kujdestarin apo me prindin bëhet e pasigurt, e trënditur, e që mund të cënojë integritetin e fëmijës. Atëherë, pra, çfarë personaliteti mund krijojë fëmiu në të ardhmen? Tu qëndron pikpyetja më e madhe. Mbase këto raste po përsëritën edhe pikpyetje mirë, është e vërtetë se fëmijët pasaj mund të vuajnë nga PTSD e gjëra të tjera, por realisht ku qëndron thelbi i problemit Saranda, sepse nuk është vetëm një rast që te ke përcjell, tash po bën raste. Po e lyp një shkak okron. Po pikërisht, më fal? Po e kërkon vetëm një shkak okron. Jo, po ti po merresh, po pikërisht pra Roni, shumë mirë, ti u morë me pasojat, ndërsa unë po e kërkoj shkakun. Je plotësisht i drejtë, çapo thua. Jo një shkak okron. Multishkaktar. Dhe përmendi Saranda në fakt në krye të diskutimit që janë disa ekonomik, madje janë edhe shumë prej tyre. Po në aspektin e qartë, këto janë të gjitha shkaqe të pamushme. Roni. Po kjo mendësi është e çuditshme. Duhet ta kryejmë një jetë tjetër. Ne jemi dakord me demokracinë, me lirinë e shprehjes e lëvizjes. Pse atëherë merr përsipër e përgjegjësitë të kesh fëmijë? Se të kesh fëmijë është përgjithësi, dhe ne e dim që mirëqenia e fëmijës është prioritet absolut. Nuk lëkundë dot. Prandaj edhe numri i lindjeve tash ndoshta pak është ul, edhe sipas dhënave 2.1 promil i fëmijëve është ul, do thotë lindja e fëmijëve, sepse sigurisht se duhet me pas kushte për me i rrit fëmijët edhe më kujdes për ta. Kjo më pas për një vedije më të lartë, sepse më mirë është marrësh vendim të mos bësh më shumë fëmijë se përballon dot, sesa të bësh më pas të mbesin ose mos bëj fare nëse nuk je jaft. Jo mendërisht, por është fjala se është ndoshta shumë lehtë me boni fëmijë, por për më kujdes tutje, me eduku, është goxha vështirë, prandaj mos përfundojnë fëmija, sepse ata s'kan faj e të lihen braktisën e por Roni, teksa po e dëgjoj, ky më shumë flet për faktin se po keq përdoret në kuptimin e saj liria, se po ke të drejtë zgjedhësh bësh një jetë ndryshe, ke të drejtë të zgjedhësh të mos jesh në torturë psiqike, fizike, nga kushdo qoftë, por kur ke pas vetës edhe fëmijët, nuk mund të lësh ata në atë rrezik pra që je kanosur ti dhe je ballavaquar me të dhe për vetes shkosh të shpëtosh. Në këtë kuptim po thua ti. Por Roni, ka raste që nuk u lejojnë baballarët dhe ato janë detyruara që ikin të lënë përkohësisht deri në një plan tjetër. Unë përpiqem të ruaj balancin sepse nuk jam këtu për ta demonizuar rolin e nënës. Por ideja qëndron këtu. Merë përsipër që të kesh fëmijë, okej, respektoj demokracinë, lirinë e lëvizjes e të drejtën e zgjedhjes së lirë. Po fëmijën që e mban në krah, që ushqen me ngrohtësi e atashim, çfarë di fëmiu për zgjedhjen tënde?
vetëm atashimin tënd, kërko vetëm emocionin tënd si nën, edhe si baba. Nuk është fëmiu i vetëdijshëm apo koshient që ti ke të drejtë zgjedhje çfarë do që ti të bësh në jetë. Fëmiu është prioritet absolut, mirëqenia e fëmijët. Mban përgjegjësi. Përgjegjësia prindrore është e pakontestueshme. Me këtë nuk lozim dot, sepse ne e dim që kur dështon një prind në përgjegjësinë prindrore, atëherë ka dështuar sistemi përreth tij. Po, Roni. Roni, një koment për mbyllës për gjithë situatën që jemi. Shoqëria kam bindjen që po e përjeton këtë ngjarje, jo vetëm këtë ngjarje, por një sër ngjarjesh tjera, por ne nuk duhet të jemi vetëm spektator të këtyre ngjarjeve. Unë kam bindjen një gjë po e kthej në analogji me organizmin e njeriu. Ju po i përmendi organet, ndërkohë unë po e kthej në analogji me biologjinë organike. Qeveria është truri, sociale janë zemra. Kuvendi i Republikës së Kosovës është lukthi që i përpunon këto gjëra. Kështu do të funksionojnë organet. Pra, truri, syt e komunave dhe qeverisë dhe zemra është qendra për punë sociale. E pompon shoqërinë. E mban të gjallë shoqërinë, duke i kombinuar të gjitha institucionet tjera dhe aktorëve përgjegjës për t'i reduktuar e parandaluar këto dukuri. E ka thënë shumë mirë gazetar. I përbol, pastaj hajde kthehemi në normalitet dhe vazhdojmë tutje. Jo, ti luftojmë këto dukuri. Faleminderit, Randa. Faleminderit se ishe me ne, Roni.